për mua reforma në drejtësi dhe sistemi në drejtësi është pothuajse në përfundim dhe në vazhdimsinë e kapjes dhe pengmarrjes institucionale për shkak të problemeve familjare që mund të ketë ndonjë funksionar i drejtësisë që merret peng nga pushteti ekzekutiv. Është shumë e thjeshtë, në Shqipëri jetojmë, mos ma bëni Shqipëri sikur jemi Zvicër ne, që këtu balanca, pavarësia, liria është gjë e shenjtë dhe kur ti të cënojnë këto të drejta ti me njëherë veprojnë institucionet. Këtu të ndodh një vrasje në Rinas dhe këtu nuk hiqet akoma autorin. Këtu kërcënojnë X-in biznesmen, policia dhe prokuroria nuk vepron. Pra drejtësia si mendoni ju, vetëm spaku është drejtësia? Po tu vriten nga mis deri në darkë dhe këtu asnjëri nuk vepron. Deklarata politike ose deklarata diplomatike duhet të vazhdoj sepse kështu është ndërtuar ky popull që po dëgjuan ndërkombëtarët do veprohet në drejtësi. Sepse ju e mendoni se tani e di si thën disa e di çfarë thën tani, një sekond. E çfarë thën disa, se kjo është që më e bukur. Kur këta donin gjithmonë ndërkombëtarë se duhen të deklarojë ambasadorë amerikanë, europian, kanadezë, afrikanë që janë këto, tani kur flasim ne i themi, "Ore, ku janë këta? Pse nuk reagojnë?" Tani nuk kemi nevojë të reagojmë tani. Pse nuk kemi nevojë të reagojmë tani? Në vitin 2014 apo 2015 nuk më kujtohet fiks viti kur ka ardhur Donald Lund atko ambasador me të gjithë stafin e tij. Ka qenë një staf i cili u trajnua për një vit rresht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mësuar gjuhën shqipe. Dhe nëse do të kujtojmë atë se çfarë bënte Donald Lund atko, doli dhe foli shqip për reformë në drejtësi, ende e pa zhvilluar. Pasi sigurisht sistemi ynë ka vojtur për vite me radhë për sa i përket sistemi drejtësisë, doli dhe foli për orat, nëse e kujtohen, nëse se pas ka masorën sot, foli për orat e prokurorëve dhe gjyqtarëve, përmendi dhe emra të fortë të botës krimit, në atë kohë ka përmendur Shullazin në mos gabojm Prençi, dhe 140 kartona i Jeshil u ngritën në vitin 2016 pikërisht prej presionit të ambasadës amerikane. Ma besoni një presion që u bë të gjithë se kush do të ngritë kartonën? As nuk është për ta ngritur fare. Po mos vinë ata. Po pse ai duhet të mësonte gjuhën shqipe? Për të implementuar me një plan. Me plan për të bërë kujt? Po ky ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i bëri presion dhe kërcënoi ish prokurorin e përgjithshëm të Shqipërisë për çështjen bankers. E din gjithë shqiptarët. Unë fola për pjesën tjetër. Po, një sekond. Jo, po do t'i shoh. Vëri. Të dyja Prençi shikoi. Po s'kam asnjë problem. S'kam asnjë problem. Për fat të keq të shqiptarëve, një pjesë e ambasadorëve, sidomos kohët e fundit, të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk kanë kryer punën si ambasador. E kanë turpëruar vendin të cilin përfaqësojnë. Se paralelisht me ngritjen e stekës në raport me luftën kundër korrupsionit e përpastrimin e qeverisë të drejtësisë etj, kanë bërë pazara në Shqipëri. Ti ke edhe Donald Lund që u implikuar me çështjen e bankersit. Bravo. Pra që ai nuk e ka bërë pa u shpërblyer, sepse arriti të kërcënojë prokurorin e përgjithshëm të Shqipërisë. Po është shumë dihet. Edhe ka deklaruar, edhe jo vetëm ai, po është marrë vesh edhe në rrugë të tjera. Ti ke edhe pasuesen e Donald Luz, Yuri Kim, e cila u fut në gjitha pazarat në Shqipëri. Arriti derisa në mori edhe mbetjet e teknologjisë së prodhimit të energjisë elektrike edhe na i dislokoi në Vlorë, për të cilët ne vetëm shpenzojmë nga 2 milion, 3 milion në vit, 6 milion euro në vit, por nuk marrim asnjë kilovat energji elektrike. E ka praktiksuar spaku dhe do bëjmë diçka. Shiko. Ne du ta shikojmë çështjen në tërësi. Ne jemi në një proces. Shqipëria është një proces. Unë këtu bashkohem me zhlimen. A e kemi seriozisht në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian? Jo. Se kemi, sepse kryeministri i Shqipërisë nuk e ka. Në rast se ti vazhdon me politikën e jashtme, ashtu siç dërdëllis me politikën e brendshme, shqiptarët janë mësuar kush e gënjen më shumë, shqiptarët i besojnë më shumë. Shqipëria e ka praktikuar apo jo spakun sot, Prençi dhe Beja? Për mua jo. Pse? Sepse unë shikoj. Tehu i evropianëve dhe i amerikanëve
drejtohet drejt për së drejti. Thonë Edi Rama dhe qeveria shqiptare, thot gjermanët tani, edhe jo vetëm gjermanët, por 9 shtete, thonë kanë devijuar vijën e sjelljes në raport me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Pra nuk e kanë një veprim sporadik, po e kanë një vijë të devijuar. Po ta kanë thënë troq. 1. Amerikanët ka kohë që ja kanë lënë Shqipërinë në dorë e Evropës në raport me kornizimin, në raport me procesin e qeljes së kapitujve. Problemi qëndron ke serioziteti jonë që jemi. Ne kemi parë kryeministrin e Shqipërisë me turra vrap me gjithë grupin ku shkonte për të qelë kapitujt. Kur plasi deklarata e gjermanëve dhe 9 shteteve tjera që ka deviju vijën e sjelljes, Edi Rama nuk shkon më në Evropë. Mbledh studentët dhe mbledh katunarët e periferisë Tiranës dhe ju thotë jo, procesi i integrimit vazhdon me ritme të larta. Pra, ne kemi këtë kryeministër të papërgjegjshëm i cili ju tha shqiptarëve që Begeti nuk do të morë edhe 100 dark leku nga gjepat e shqiptarëve. Plot 128 milion euro. E ki i humbi dhe po i paguim, vetëm po i kapim veshin e majt me dorën e djathtë, po na e merr nëpërmjet ka procedura të tjera për t'i marrë, nuk ngjelet pa i marrë, nuk ngjelet pa i marrë. E dyta. Kryeministri i Shqipërisë u qas me 2 standarde në raport me krerët e Partisë Socialiste dhe zyrtarët e lartë Partisë Socialiste. Edhe në deklaratat që fillimisht tha Partia Socialiste nuk bëhet avokati kërkuj, dhe në krahun tjetër foli 3 ditë, po s'foli ma për Velia, një nga udhëheqësit politik më të qëndësishëm, sepse drejtuesi i kryeqytetit të Shqipërisë, dhe pastaj e lëshoi, dhe jo vetëm e lëshoi, po edhe e sulmoi, shkoi pushtoi dhe shtëpinë, ja ndryshoi dhe këshillin, je bani paqavure, ja përzuri dhe kret njerëzit besnik të e kishin vajtur Velia sot në Mfal dhe Beqejt për kontroll. Po, spaku. Dhe në rastin tjetër, kur erdhëm tek rasti i Belinda Ballukut, bëri avokatin deri në gjykatë kushtetuese. Ai nuk e pati përplasje kompetencash të drejtësisë me ekzekutivin, pushtetin ekzekutiv. E pati përplasje vetëm e vetëm për të mbrojtur Belinda Ballukun, se prapa Belindës është vetë komandanti. Ne pam kryeministrin duke u qarravitur me paturpsinë më të madhe në konferencë përpara gjithë atyre gazetarëve, duke thënë që Mirlinda Karçanaj, një punonjëse ekselente e administratës publike, që është edhe pa shtëpi. Në një kohë kur vetëm me burrin e parë ka 4 shtëpia që janë të regjistruar me burrin e parë, dhe për çdo burr tjetër që ka marrë emra pas ka vila. Dhe doli që spaku i ka kvalifikuar që ka vila. Pra, një kryeministër që për ato që e lëshon thot 1001 të zezat për Arben Ahmetaj, dhe po të kisha qenë gjykatës doja bëja më keq e prokuror, kurse për këta ku është implikuar bashkë me ta, bën të pamundur për ta mbrojtur. Ndaj dhe e kam këtë përplasje me zhlimen, jo në çështje pikpamjesh, por në çështje perceptimi, sepse një kryeministër që mendon dhe vepron për Shqipërinë dhe për shqiptarët, duhet t'i thot të zezës, të bardhës të bardhë. Okej. Por, në rast se një kryeministër del dhe mbron linjat e korrupsionit që të çojnë tek familja e vet, siç është Akshi, dhe tek infrastruktura që nuk ka ngel mik i tij pa marr copat nga më të mëdhat, edhe vet, sepse në fund do vi koha që askujt nuk i ka shkuar ndërmend që mund të mbyllet një vit Sali Berisha në katë 9 për një kundërshtim që i bëri organeve drejtësisë, sepse fundit ajo çështja e Partizanit do jetë një flusk sapuni, që jam i bindur në vetvete që kur nuk mund të ndodhi. Nuk mund të ndodhi, sepse lejet e ndërtimit i ka dhënë vetë Edi Rama. Këtu vjen tek logjika e zhlimës pastaj, statistikat. Po, ajo s'kam faj. Po ajo s'ka, jo, më vjen keq. Jo, po them. Më vjen keq. Unë ta pranova çështjen po nuk pranova perceptimin, sepse perceptimin unë e perceptoj ndryshe, ti e percepton ndryshe. Në pikpamje të ideve dhe funksionimit të shtetit shqiptar, çdo shqiptar e lexon se ku qalon problemi. Kur kryeministri i Shqipërisë në çdo dalje publike del dhe gënjen, dhe del dhe denoncon dhe poshtron qoftë edhe një gazetare që po jo më thot qytetarëve shqiptarë burg gjithë. Ne kemi ngel
Të ja bëjmë Ajuto Ambrozia. Ajuta. Në Ambrozia, se vetëm Ambrozia e nxjerr nga binarët të Edi Ramën. Edhe na shpëton ne shqiptarëve. Pra që e diskrediton. Problemi qëndron që nëse një pushtet ekzekutiv është arrogant, prepotent, do lëjë gjurmë edhe ke prokurori, do lëjë gjurmë edhe ke gazetari, do lëjë gjurmë edhe ke gjyqtari, do lëjë gjurmë edhe ke drejtori i policisë. E din ti për shembull pse është pushuar nga puna drejtori i përgjithshëm i policisë? Jo. Ja ka thënë shqiptarëve, Edi Rama. Jo. Cili ishte shkaku? Se ka thënë. Ka mandat më zotri. Goditja e Vilës. Jo, goditja e Vilës nuk është shkas. Kish menaxhimi, Jo. Po kush e vlerësoi? Kush e vlerësoi? Zoti Rama vlerësoi. Atëherë, pse nuk e shkarkoi zëvendës kryeministrin dhe ministrin e infrastrukturës kur ju shemën rrugët për keq menaxhim? Po të flasim për keq menaxhim. Si mos më kap mat. Jo, të kapi mat. Sepse nëse ti mu më shkarkon nga detyra se nuk mbrojta Vilën, që se kam unë detyrë ta mbroj Vilën, se nuk ruhet me policë të shtetit, se nuk është objekt i rëndësisë shtetërore, atëherë pse i gënjeve shqiptarët që Belinda Balluku më ka dhënë 3 herë dorëheqjen? Ku e ke aktin? Jo, prit, të them diçka tjetër. Po aktin e drejtorit përgjithshëm të policisë. Prit. Ku është akti? Pse nuk e boton ti si gazetar? Jo, atë them diçka. Jo, shkarkim. Ndjes Ardveliu ishte dorëheqje, edhe Ilir Proda është shkarkim. Aktin e dorëheqjes, të lutem, firmosë shkarkim. Të lutem. Shkarkim quhet. Motivacioni. Po mirë, një sekond. Po aktin e dorëheqjes kryeministë, të zëvendës kryeministë që kishte dorëzuar. Nuk e ka, se nuk ishte në SMS ishte. Serioziteti. Dalemi te krimi organizuar dhe policia. Jo, prit një sekond. Serioziteti me cilin i qaset kryeministri opinionit publik për çështje sensitive vlen për të dëshiruar. Dhe në këtë kontekst merr rrjedhën gjithë forma e qeverisjes, edhe tek organet ligjzbatuese, edhe tek bashkia, edhe tek ministrit. Po mirë, atë lutem, më thaj edhe këtë të fundit, se drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit nuk e shkarkoi me rastin e Akshit, kur u kap një punonjës policie dhe shkarkoi për shkak të personale, jo, është personale, është shumë periferike. Në vend tjetër e ka Dardha Bishti.